s'është virus, e para është, siç ka dhe vetemin, pra aflatoksina është toksin. Toksin, po. Që prodhohet nga kërpudhat të gjinisë Aspergillus, pra dhe këto kërpudha prodhojnë këtë lloj toksine. Pra si thosh, nuk është kërpudha që të vret, po është metaboliti që ka prodhu kjo kërpudhë që në fakt të smur. Pra aflatoksina është thjesht një derivat që vjen nga mykja, nga procesi i mykjes krijohet aflatoksina. Dhe kjo kur konsumohet është praktikisht e dëmshme për shëndetin, është kancerogjene, pra prek kryesisht mëlçin, sepse mëlçia është si thosh laboratori i organizmit që përpunon të gjithë lëndët e organizmit, dhe mëlçia dëmtohet dhe mund të çojë deri në kancer. Pra ky është problemi që ne dëgjojmë kaq shpesh këtë term që lakohet si mediatikisht, por dhe teknikisht në qarqe shkencore, sepse ka këtë rrezik, pra këtë pasojë madhore në shëndetin e njeriu. Kuptohet si krijohet? I njëjti rrezik qëndron dhe për kafshët, pra sepse për gjithë organizmat e gjallë, aflatoksina shkakton smundshmëri që përkthehet në dëmtim të madh të mëlçisë.